Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sara konvertohet në myslimane, vë Shamin për Bardhin. Sara Gjordeni dhe Bardhi kanë kuriozuar sërish dashurinë e tyre, duke na dhënë një lajm shumë të lezetshëm. Ata janë martuar, por kësaj here sipas traditave myslimane. Me një postim, Sara ka shpërndar një foto e mbuluar e gjitha me një shami të bardh, ku shkruan se është martuar me dashurinë e jetës së saj dhe me që ai ja ka kërkuar, ajo ka vënë shami për të. Çifti i famshëm kanë celebruar dashurinë më datë 11 nëntor të 2024-s, gjithashtu janë bërë prindër të një vajze e cila quhet Nea.